Domin më të madhin që jo të jabon LDK-s është pikërisht kryetari aktual. Ajo dish me dhonë ndërheqje si kanë përfunduar zgjedhjet lokale. Partia e vetme është që nuk u rrit edhe i hupi dy komune. Edhe i thojnë vetë ti ki hup. Po çfarë të vjen të shkatërru si nacionale, si lokale të mund gjitha të vëllo. Çysh të hupet vendosja? Krejt komunat i rujti 2-3 ai fitoi jam LDK-s, Mitrovicën jam PDK-s. Tash dojnë risi me bo me prap me djetin person për kryeministër, nuk shkon mëse hapazari këto. Edhe Bedri Hamza, o konë, s'kima, nuk sjell kur farfryme 3 ajnë PDK. As kjo LDK. Edhe kjo është adherimet që Albin Kurtin, që Albin Kurti ty ka më të mujt me 50.1%. Adherimet janë shumë kozmetike, se di. Për shembull, adherimet nëse ka mundësi. Veç pak që të dhirna, si adherim më të aparatit, Adelina Thoqen në LDK. Ajo ka qenë buri vetë në aherët. Se qa ka lidhje me Jo, është buri vetë aktivisti LDK-s, ka qenë për deputet. A ka qenë deputet? Dhe që tash Ermon Sadiko. Dëmënon e di që ka pos aktivitete në fushatën edhe kalume me Lumer Abdizikun, ka pos. Kretë këta e në konë prapavit LDK-s. Unë e s'pëtam që po bo keq, në qofë si kam ishti kandidat për deputet. Në është edhe bindi shka. Po në mos mi parasit si aderimet të reja. Aderimet të reja. Aderimi Adelina kur është pia. Nëse s'ga boja, nuk do me thonë që